Fillon nga e para me Boni Sala. Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë, ku i brejnë tenja dhe ndryshku, dhe ku vjedhësit shpërthejnë dhe vjedhin. Përkundrazi, mblidhni për vete thesare në qiell, ku as tenja as ndryshku nuk prishin, dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin. Sepse ku është thesari juaj, do t'jetë edhe zemra juaj. Ata kishin një shtëpi, kishin qilarin e verës, kishin biznesin e tyre, makina, bizhuteri, pushime. Gjatë gjithë natës, bisedat e tyre të darkave përqendroheshin tek gjërat e kënaqshme. Kjo që po përshkruaj është një ndodhi e kohëve të fundit, por Bibla e trajton këtë skenar mijëra vite më parë kur shpjegoi. Sepse gjithçka që është në botë, lakmia e mishit, lakmia e syve dhe krenaria e jetës, nuk vjen nga Ati, por nga bota. Sepse gjithçka që është në botë, lakmia e mishit, lakmia e syve dhe krenaria e jetës, nuk vjen nga Ati, por nga bota. Por ata që jetojnë jetën sot për sot, pa u shqetësuar se çfarë do të vi pas kësaj jete, ka kuptim të ropateni të merrni sa më shumë që mundeni, madje edhe të shkelni mbi të tjerët, sepse siç thot thënia e vjetër, vetëm një jetë kemi. Megjithatë, një ndjekës i Jezu Krishtit duhet jetojë një jetë ndryshe nga ajo e personit që jeton momentin. Nëse jeni ndjekës i Krishtit, jeta juaj është e çmuar dhe e përjetshme. Perëndia pagoi një çmim të lartë për ju, thot Bibla. Prandaj, mos u robëroni nga bota. Nuk ka asgjë të keqe të zotrosh pasuri. Perëndia na jep gjëra për t'i përdorur dhe madje për t'i shijuar, por nuk duhet të mbytemi prej tyre. Ata që përdorin gjërat e botës nuk duhet të lidhen me to, thot Bibla, sepse kjo botë, siç e njohim ne, së shpejti do të kalojë. Ndjekësi i Krishtit është krijuar për më shumë se kaq. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.